Rreth 4.400 persona janë abuzuar seksualisht nga priftrinjt katolik në Itali që nga viti 2020. Sipas shifrave të publikuara nga Rete l'Abuso, grupi më i madh i viktimave të abuzimit klerikal në vend, janë regjistruar 1250 raste të dyshuara abuzimi, disa prej cilave përfshinin viktima të shumë fishta. Prej tyre 1106 ishin priftrinj katolik, ndërsa pjesa tjetër ishin murgesha, mësues fetar, vullnetar, edukator dhe antar të organizatave të skautizmit. Sipas raportit 4.625 persona konsiderohen viktima, ose ata që organizata i quan të mbijetuar, nga të cilët 4.395 u abuzuan nga priftrinj. Nga këta 4.451 ishin 9-18 vjeç, ndërsa 4.108 ishin djem. Viktimat e mbetura përfshin 5 murgesha, 156 të rritur të cënueshëm dhe 11 persona me aftësi të kufizuara. Nga 1.106 priftrinj të dyshuar, vetëm 76 u çuan në gjykata kishtare. 17 u pezulluan përkohësisht, 7 u transferuan në famulli të tjera dhe 18 u shkarkuan ose dha ndryshen nga detyra e tyre priftërore, ndërsa 5 prej tyre raportohet se kanë kryer vetvrasje. Sipas Reuters, Rete l'Abuso, e cila nuk njihet zyrtarisht nga shteti ose kisha, tha se të dhënat bazohen në dëshmitë e viktimave, dokumentet gjyqësore dhe raportet e shtypit. Kisha katolike është rënditur për dekada nga skandalet që përfshin pedofilin edhe mbulimin e rasteve nga priftrinj, por autoritetet lokale të kishës në Itali janë akuzuar se nuk e kanë trajtuar problemin në mënyrë transparente. Papa i ri, Leoni XIV, i cili u takua me të mbijetuarit e abuzimit klerikal për herë të parë këtë javë, u bëri thirrje peshkop vetëm mos i fshehin akuzat për shkelje. Paraardhësi i tij i ndjeri Papa Francesku e ktheu luftën kundër abuzimit një përparësi gjatë papatit të tij 12 vjeçar, por me rezultate të paqarta. Në një raport të publikuar më 16 tetor, Komisioni i Vatikanit për mbrojtjen e të miturve theksoi se vetëm 81 nga 226 dioqeza italiane u përgjigjen një pyetësori mbi praktikat e tyre të mbrojtjes së fëmijëve.